Do mbetemi sërish në të njëjtën në tematik me ne është bashkuar ambasadori Roland Bin. Mos të dëbime, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Si e cilësoni ju këtë sulm, një akt parandalues, siç thot Izraeli, apo një akt i cili ishte i paramenduar, i qëllimshëm? Në të flasësh për Iranin është një gjë jashtëzakonisht komplekse, sidomos këto ditë, dhe ajo që i nxjerr jashtë kontekstit çfarë do thuhet nga aktorët kryesorë në këtë moment, Izraeli, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe Irani, është ajo që i ka paraprir këtij momenti ku Irani është konsideruar nga Izraeli dhe vazhdon të konsiderohet si një rrezik ekzistencial për ekzistencën e shtetit Izraelit. Irani nga ana tjetër shikon Izraelin si rrezik ekzistencial për regjimin në Teheran. Dhe të dyja së bashku, zoti Trump i konsideron rrezik ekzistencial për veten e tij në pozitat që ka si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pozitat cilat mund t'i kërcënohen nëse se nuk realizohet ajo që kërkojnë Izraeli apo lobi i Izraelit. Pra, jemi në një fushë ku kërcënohen me rrezik ekzistencial shtete, regjime dhe lidera. Liderat e të dy vendeve kryesore në këtë moment, që fare mirë mund të quhen vende agresore, sepse janë ato që kanë nisur sulmin, Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të rejtë vëmendjen fakti që liderat e të dy këtyre vendeve janë në pozita jashtëzakonisht delikate në raport me drejtësinë dhe situatën e tyre politike. Në rast se do të kishte paqe, zoti Netanyahu do të paraqitej përpara gjyqit dhe nuk është çudi që do të dënohej. Nga ana tjetër, në rast se nuk do të kishte luftë, vëmendja e zgjedhësve amerikanë do të ishte shumë herë më tepër ndaj atyre që quhen dosja Epstein, ku janë nga 6 milion dokumenta që mendohet se janë në dispozicion të Ministrisë Drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm 3 milion prej tyre janë botuar, dhe pjesa më shpërthyese që spekulohet se mund të ketë material kompromitues për presidentin e Shtetit Bashkuara, ende nuk është publikuar. Pra, janë një kombinim i shumë faktorëve që kanë çuar deri në këtë goditje. Është fakt nga ana tjetër që Irani ka kohë që është angazhuar në një program bërthamor, që ata pretendojnë se është vetëm për qëllime paqësore, pala tjetër Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendojnë që ka përcyer kufit e pasurimit të uraniumit për te përdorimit për qëllime paqësore, pra ka arritur në atë që quhet gradacioni i armës. Kështu që një gjë tjetër që tërheq vëmendjen është, siç u më di edhe nga lajmi që sapo u transmetua, operacioni ka javë dhe muaj që është planifikuar, ndërkohë Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin përfshirë në një proces bisedimesh me Iranin për gjoja kufizimin, dhe në fund fare zoti Trump pretendon se bisedimet me Iranin dështuan, ndërkohë që është evidente që vendimi për sulmuar ka qenë përpara se të angazhohesh në bisedime. Pra, duket si një formë e përsëritur e politikës së Shtetit Bashkuar të Amerikës me ardhmën e zotit Trump në pushtet, ku i forti bën çfarë do dhe i dopti pson atë që duhet. Pra, ndiqet më shumë diplomacia e nënshtrimit se sa diplomacia e të marrit vesh. Pra, në këtë rast, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në bisedime të bindur që sulmi do të ndodhte pavarësisht rezultatit të bisedimeve. Pra, dy gjëra desha të vënë duke në këtë hyrje. E para, nga të gjitha palët konflikti paraqitet si rrezik ekzistencial, çka e shton dozën e armiqësisë dhe të belikozitetit dhe të qëndrueshmërisë në luftime, dhe e dyta, përdorimi i diplomacisë si casus belli, përdorimi i diplomacisë si më shumë një arsyetim për të justifikuar sulmin. Pra, fillojnë bisedimet, ndërkohë që vendimi për sulmin është marrë, fillojnë bisedimet dhe papritmas mes bisedimeve themi që bisedimet dështuan. Dhe kjo është formë e përsëritur, kam përshtypjen që dëmton jo pak reputacionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës si aktori kryesor i paqes dhe sigurisë në botë. Ambasadore, shikoni si një konflikt të hapur mes dy shtetesh, pra Izraelit dhe Iranit, apo më përfshin edhe shtetet të tjera? SBA-ja qëndron pas, po ashtu mund të ketë ndoshta një sulm të koordinuar edhe mes aleatësh, mes Iranit, po ashtu rebelëve Houthi dhe Hezbollahut? Absolutisht që iranianët, e parapunës iranianët nuk janë arab, dhe në këtë rast është hera e parë që Izraeli përfshihet në një konflikt të armatosur me një shtet mysliman, po jo arab. Dhe të shikojmë se si do të zhvillohet në te, duke të patur parasysh edhe ato diferenca që ekzistojnë midis myslimanëve suni, që janë shumica e vendeve arabe, dhe myslimanët shia që janë iranianët. E veçoj këtë element për të vënë duke që lideri shpirtëror, lideri suprem i Iranit, Khamenei, është jo vetëm lider suprem i një shteti, po dhe udhëheqësi shpirtëror i 10 miliona njerëzve në rajon edhe në vendet tjera të botës. Kështu që sulmi ndaj tij apo
të themi vrasja e tija mund të polarizoj, galvanizoj ndjesi të forta në ato vënde, edhe në ato shtetas që kanë ndjesi të forta religjioze shite. Është, po ta shikosh qysh në, themi, në deklaratat që kam paraprirë shpërthimin e luftës, sepse nga sot mund themi pa droje që ka shpërthyer tashmë lufta, bëhet fjalë për sulmen në Iran, bëhet fjalë para pak minutash dëgjuam që janë dëgjuar shpërthime edhe në Jerusalem. Kështu që lufta ka filluar, pra iranianët kanë kërcënuar javë në vijim se taktika e tyre e mbrojtjes nuk është të fitojnë mbi Ushtrinë Amerikane, e cila është e paimagjinueshme që mund të mundet një luftë konvencionale për shkak të arsenalit të jashtëzakonshëm që sotron, por është në gjendje që të shkaktojë aq shumë dëme sa që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës të ndjejë peshën politike të atyre dëmeve që mund të psojë Amerika në luftë. Dhe në llogarinë e dëmeve që mund të shkaktojë Irani, është përveç sulmeve në Izrael, janë edhe sulme në bazat ushtarake amerikane në rajon, janë prodhimi i naftës në vendet e rajonit, në Arabinë Saudite, në Emirat e Bashkuara Arabe, në Irak dhe në vendet tjera të Gjirit, dhe mbi të gjitha bllokimi i ngushtisës Hormuzit, e cila do ta çonte në mënyrë imediate nga dita në ditë botën një krizë të rëndë ekonomike për mos të tmerrshme, sepse 25% e tregtisë botërore kalon përmes kanalit Hormuzit, ngushtisës Hormuzit, dhe 20% e energjisë që janë vënde si Kina, Japonia, Korea e Jugut, cilët varen në një shkallë të konsiderueshme nga lënda djegëse, nga energjia që vjen nga gjiri persik, por jo më pak edhe vëndet e Europës janë të varura nga ky burim energjie. Dhe këto gjëra nuk mund të jenë të shkëputura, se si do ta përballojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës mos mbajtjen, pra presidenti Trump, mos mbajtjen e premtimit ndaj elektoratit që nuk do të përfshihet në lufta pambarim, si ato që është përfshirë administratë amerikane George W. Bush, apo Obama, apo edhe Biden. Kjo varet nga mjeshtria aktoreske, mjeshtria e aktorit si mjeshtri i manipulimit televiziv të presidentit Trump, i cili mundet që t'i japi një rrotullim apo një këndvështrim të veçantë gjithë këtyre sapo ndodh, sikur është në favor të Amerikës. Por ama kur amerikani thjesht shkoi ke stacioni i benzinës dhe shikoi që nga 3-4 dollar për gallon që paguan sot, paguaj 6-7 apo më shumë, do ta ndjej që kriza ka goditur në shtëpinë e tij. Po kështu dhe inflacioni që është mbajtur me shumë sforco në kufit minimal deri tani mund të shpërthejë. Pra, politikisht Irani është në gjendje, mendon se është në gjendje, nuk e di më do ta vërtetojnë ditët që vijnë, mendon se është në gjendje të shkaktojë aq dhimbje politike presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës sa ta bënte atë të hezitonte që të ndërmendte një sulm të tillë. Fakti që është ndërmarrë sulmi do të thotë që ose lobi izraelit ka qenë aq i fuqishëm, ose dosja Epstein është shumë djegëse për presidentin, ose ka faktorë të tjerë që ne ende nuk i dim, që janë më të rëndësishëm se sa humbja elektorale që ai mund të ketë në bazën e tij politike maga në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të jetë edhe presioni i senatorëve, sepse ka një shumicë senatorësh në Shtetet Bashkuara që quhen skifterët, që kanë qenë në favor të goditjes së Iranit. Pra, ditët që vinë do të na tregojnë se nga do të hanoj balanca politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por është evidente nga shumë analistë e vënë duke që loja në cilën ka hyrë apo basti që ka vënë zoti Trump është jashtëzakonisht i rrezikshëm për të në raport me rezultatet e zgjedhjeve afatmesëm në nëntor, ku Partia Republikane mund të humbasë Senatin dhe Kongresin dhe ardhmja politike e zotit Trump është shumë e dyshimt më tej nga në qoftë se të dy këto dhomat e Kongresit Amerikan do të kontrollohen nga demokratët. Avantazhi në këtë rast i zotit Trump dhe i lobit izraelit është që në të dy krahët e politikës amerikane, lobi ka një influencë të jashtëzakonshme, ndoshta më të fortë në mes të demokratëve se sa të republikanëve. Ky mund të jetë një avantazh i lehtë për të shpëtuar asaj përgjegjësie politike të cilën mendojnë iranianët se mundet ta shfrytëzojnë për të frenuar Shtetet Bashkuara të Amerikës nga pjesëmarrja në këtë luftë. Është folur gjatë që ndërhyrja amerikane do ishte kirurgjikale, pra të eliminonte këto bazat ku pasurohet uraniumi, bazat e raketave, bazat e prodhimit të raketave dhe nyje të tjera të komunikacionit, dhe lufta të mbaronte brenda pak ditësh. Nga goditja e sotme kuptojmë që duket sikur jemi në një luftë të gjatë, por nuk është çudi që këto të jenë vetëm
të themi, goditje paraprake për të parë reagimin e Iranit dhe si thua për të zbuluar aftësitë goditëse apo vendet se ku janë vendosur raketat balistike për t'i sulmuar më tej. Mbetet për të parë si do të zhvillohet, por kjo ka shumë është raporti forcave ushtarake dhe politike. Ambasador, ju thatë që ushtarakisht normalisht boshti, nëse mund ta quajmë kështu, Izrael, SBA është më i fuqishëm se sa Irani si shtet, por ka një armë tjetër, thatë ju, armë thonjza, siç është kanali Hormuzit. Mbyllja e kanalit të Hormuzit mund të sillte edhe aktorë të tjerë në këtë konflikt, ndoshta Kina, Rusia? Veçoria e Iranit është pikërisht edhe dimensioni i gjeopolitikës globale. Pra, në rast se do të eliminohet kjo udhëheqje që është tashmë në Iran dhe do detyrohet Iranit të ndryshojë kursin e tij politik, do të thotë që i gjithë ndikimi i Kinës në këtë zonë të botës do të paksohej, çka do të ishte në interes të Bashkuara të Amerikës. Irani ka dhe një dimension jashtëzakonisht rëndësishëm që është nga aktorët kryesor në BRICS, që është një grupim i shteteve që mundohen të punojnë jashtë sistemit dollarit dhe i kundërvihen perëndimit. Dhe Irani zë një pozicion kyçësi për nga pozicioni gjeografik, ashtu dhe nga, të themi, influenca që ka në tregun energjetik, me fjalë tjera, në shitjen e naftës jashtë sistemit të dollarit amerikan. Kështu që me neutralizimin e Iranit, me një goditje të fortë edhe Kina, dhe kontrollohet nafta e Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht edhe në rastin e Venezuelës, ajo që do të shkojnë në Kinë, dhe merr një goditje jo të dobët edhe Rusia, e cila si thua zbulon atë që në gjuhën e gjeopolitikës e quajnë barku i butë i poshtëm i Rusisë, ku nga Irani dhe lart fillojnë republikat ruse, të cilat janë me popullsi në shumicë myslimane, me një influencë të madhe nga Irani apo nga Azerbajxhani dhe nga vendet e tjera myslimane në kufit e jugut të Rusisë. Kështu që në këndvështrimin e gjeopolitikës madhe, Irani është një mënyrë jashtëzakonisht e rëndësishme që kush ka marrëdhënie të mira apo kush e zotëron si gjeografi ka avantazhe të mëdha në gjeopolitikën botërore. Pra, kur themi gjeopolitika botërore kemi parasysh tre fuqi të mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusi dhe Kinë, dhe deri diku Bashkimin Evropian që për hir të vërtetës sa vjen edhe është gjithmonë më pa lidhje, më irrelevant, pa influencë për shkak të dobësisë së tij ushtarake dhe pafuqisë për të krijuar një identitet të vetin me të cilin mund të dalë dhe të konkurrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Kinën, apo të konkurrojë dhe të bashkëpunojë me aktorët e tjerë ndërkombëtar. Prandaj mbetet të themi pirosti, nuk bëhet dot katërkëndësh gjeopolitika botërore sot, mbështetet vetëm në tre fuqi të mëdha dhe Bashkimi Evropian nuk gjendet kurkundi aty afër. Irani mund të ketë sulme të koordinuara edhe me grupet që mbështet dhe mund ta bëjë akoma më të vështirë këtë konflikt mes dy shtetesh, edhe pse SBA qëndron pas Izraelit. Të gjitha njoftimet e agjencive të lajmeve kryesore bëjnë fjalë për një komunikim të shtuar nga Irani në drejtim të gjithë vendeve të rajonit, që do të thotë komunikim me WhatsApp apo me mjetet tjera të komunikacionit, dhe nuk është se është e mundur që të deshifrohen të gjithë mesazhet që komunikohen nga Teherani në drejtim të satelitëve të tyre, po i quajmë të proxy, por është evidente që nga ashpërsimi i gjuhës, pra që nga po thuaj se të qenit i sigurt se do të shpërthente një luftë, komunikimi i Iranit me proxyt e tyre në rajon është shtuar shumë dhe është që thuash absolutisht logjike që ato do të hidhen në aksion në një moment ose një tjetër. Dhe po të shikosh nga ana e Izraelit ka pasur edhe goditje paraprake, për shembull 3-4 ditë më përpara është goditur një konvoj makinash që mendohet se po çonte armë për Hezbollahut në Siri, po ashtu sulmet nga ajri në drejtim të pozicioneve të Hezbollahut në Libanin e Jugut janë shtuar ditët e fundit. Pra, nga ana e Izraelit ka pasur një ndjeshmëri të aktivizimit të këtyre xhepave të rezistencës pro-iraniane dhe një rritje të komunikimit si thash të Iranit me këto grupe, sidomos në vende si Iraku dhe Siria, këto mundet që të aktivizohen më lehtësisht. Influenca e Iranit në këto dy vende është më e madhe. Mundet që ky konflikt të fusë në një krizë të thellë edhe gjirin persik? E gjithë gjeopolitika është bërë jashtëzakonisht e komplikuar, sepse
Shtetet e Bashkuara të Amerikës vënë në plan të parë çarmatosin bërthamore të Iranit apo raketat balistike. Diku më tej bëjmë fjalë edhe për ndryshim regjimi. Domethënë në luftën 12 ditore, Shtetet e Bashkuara u futën vetëm për të eliminuar programin bërthamor të Iranit dhe thanë që ne shkatërruam tash dhe nuk kam arsye për luftë me Iranin. Pastaj duket në influencën e Izraelit apo të eksigjencave politike në vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bashkangjitën kërkesave të tyre në bisedime edhe programin e raketave balistike, edhe për krahin që Irani ka për proxyt, që në fakt janë kërkesa izraelite. Bëra gjithë të hyrje për të thënë që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshimi i regjimit në Iran ndoshta është fundi i kërkesave të Iranit, ndërsa për Izraelin nuk është vetëm ndryshimi i regjimit, po nga sa bëhet e qartë. Qartë, jemi, siç e tham, me zotin Roland Bima, ambasadorin, jemi duke diskutuar mbi sulmin e Izraelit ndaj Iranit, një sulm i pa precedent, le të themi, që nisi mëngjesin e sotëm në orët e para të mëngjesit, ishte një sulm i koordinuar edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e konfirmuar kjo edhe nga presidenti i SBA-ve Donald Trump, ai tha që do të ketë sulme të vazhdueshme në shumë qytete të Iranit, çka do të bënte të mundur një ndryshim regjimi sipas tij, por edhe një mos avancim drejt armëve bërthamore. Kështu deklaroi zoti Trump ndaj bërit dhe thirrje që qytetarët në Iran të marrin në dorë drejtimin. Është një moment që ka ardhur pikërisht për ta, një moment që do të sjellë ndryshimin në shtetin islamik dhe ndaj kërkon edhe një mbështetje më të gjerë. Është momenti juaj, tha zoti Trump në deklaratën 8 minutëshe që kishte për mediat ditën e sotme, mëngjesin e sotëm, dhe po ashtu ai deklaroi se në këtë moment Izraeli dhe SBA do të bëjnë sulme të koordinuara në shumë qytete të Iranit, synimi i të cilëve është ndryshimi i regjimit, një ndër arsyet kryesore, por nga ana tjetër edhe mos avancimi i programit bërthamor të shtetit islamik të Iranit. Kujtojmë që ka pasur edhe sulme të mëparshme në qershor të vitit 2025 të koordinuara sigurisht si nga Izraeli ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, sulme të cilat u ndaluan, u pezulluan për të vijuar përsëri ditën e sotme në datën 28 shkurt. Këto sulme të koordinuara si nga Izraeli ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Izraeli tha ndër të tjera që data ishte paracaktuar, edhe sulmi ishte koordinuar dhe përgatitur për muaj. Do jemi siç ishim edhe pak më herët me ambasadorin Bimo. Zoti Bimo, ajo që përthoja është që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konfliktin e luftës 12 ditore në qershor të vitit kaluar ishte programi bërthamor i Iranit. Tashti në bisedime është shtuar edhe raketat balistike dhe ndihma që Irani i jep satelitet e tij në rajon. Për Izraelin bëhet me dije që nga burime zyrtare, po jo më të larta, për nga anëtarët kabinetit, që Irani nuk do duhet ketë absolutisht asnjë mundësi pasurimi, sepse bolle kanë naftën, nuk ka që duhet energjia bërthamore, dhe ajo që e bën të gjithë këtë jashtëzakonisht delikate edhe për rajonin, është synimi i Izraelit për ta coptuar Iranin në shtete më të vegjël. Pra, një Iran kaq i madh me gati 90 milion banor, edhe me një sipërfaqe të konsiderueshme, është gjithmonë një pengesë për Izraelin që të ketë dominimin e tij në rajon. Kështu që është politika e ndarjes i Iranit në copsa më të vogla, nga të cilat njëra prej tyre mund të jetë Kurdistani, e cila e bën Turqinë tmerrsisht të ndjeshme. Pra, përveç gjërave të tjera që mund të kenë një ndikim absolutisht direkt ndaj vendit tonë, sikurse është shtrenjtimi i çmimit naftës apo inflacioni botëror, që patjetër me këtë nivel tregtie të jashtme dhe varësie nga tregtia e jashtme që ka Shqipëria, patjetër do të ndikohet negativisht edhe bilanci i jetesës së shqiptarëve, siç thash, nga çmimi i naftës dhe nga inflacioni. Por mund të kemi dhe kundërgoditje për shkak të gjeopolitikës, se në rast se ndikohet negativisht Turqia, pra në momentin që ka një Kurdistan të pavarur në Iran, ndjenjat separatiste të kurdëve në Irak, në Siri, në Turqi do të galvanizohen, do të përforcohen, çka është krejt në kundërshtim me intereset e Turqisë, e cila u duk, në qoftë se ju kujtohet, në kohën në kulmin e protestave të fund vitit dhe të fillim vitit në Teheran, kishte grupe kurde që u nisën për të hyrë nga toka në Iran për të ndihmuar protestuesit, dhe ato u neutralizuan vetëm në sajt të bashkëpunimit midis agjensive të zbulimit të Iranit dhe të Turqisë. Pra Turqia është sa e ndjeshme kundra regjimit të Jatollave për
shqetësimet që ata sjellin, pa që ndjeshme është edhe ndaj rënies së këtij regjimi, pra mundohet të mbajë një ekuilibër jashtëzakonisht delikat. Në momentin që ndërhyrjet izraelite dhe amerikane do të kishin sukses, në thonjza, në Iran, Turqia do të gjendë veten në një pozitë shumë më të vështirë nga sa sot, dhe çdo ndikim negativ në Turqi ka një, të themi, ndikim direkt, ka një pasojë direkte edhe në situatën geopolitike të Shqipërisë. Zotë Bimo, në optikën tuaj, a ka një angazhim të diplomacisë për ta zgjidhur këtë konflikt, ndoshta në prapasken, Liga Arabe, Bashkimi Evropian? Përpjekjet janë, por me sa duket i gjithë lobimi dhe presioni i vendeve të gjirit, sepse bëhet me dije nga shumica e agjensive të lajmeve në botë, që gjatë gjithë këtyre kohëve, pra të themi nga nisja e protestave me 28 dhjetor dhe deri sot që po flasim, vendet e gjirit, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, ndonse nuk janë në terma miqësore me njëri tjetrin, po Iraku, Siria, aq sa kanë mundësi, të gjithë kanë ushtruar maksimumin e presionit të tyre ndaj Shtëpisë Bardhë, ndaj presidentit Trump, për të mos e ndërmarrë një hap të tillë, sepse do të ketë pasoja absolutisht negative. Kemi parasysh që edhe situata e këtyre regjimeve në vendet përkatëse nuk është më e mira, pra gjithë kanë nevojë për qetësi dhe për paqe sociale në mënyrë që të zhvillojnë vendet e tyre apo të zhvillojnë dhe disi sistemet politike. Për shembull, Arabia Saudite është në një proces emancipimi ku po mundohet që gradualisht të dalin nga kuadri i një shteti ku nuk respektohen drejtat e grave e me radhë. Kështu në këtë proces një luftë do të shkatërronte të gjithë evoluimin normal të këtyre vendeve drejt një prosperiteti më të madh social dhe ekonomik. Sepse, siç kanë bërë me dije iranianët, forca e tyre qëndron në hakmarrjen që mund t'i bëjë vendeve të gjirit, gjë e cila indirekt prek edhe interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse në momentin që mund të ndodhi përsëri ajo që ndodhi me Katarin, ku Izraeli sulmon Katarin, që është alati më i ngushtë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, amerikanët humbasin kredibilitet, që do thotë misia me Amerikën nuk të shërben asgjë kur Izraelit i mbushet mendja të të godasi. Dhe një gjë e tillë është goxha evidente edhe kësaj radhe, pra nëse në momentin që interesat e Izraelit i shërben goditën ndaj Iranit, pavarësisht që është në dëm të vendeve të rajonit, Shtetit Bashkuar të Amerikës mbështesin Izraelin. Kështu që në gjithë të konfiguracion kemi një rënje të konsiderueshme të besueshmërisë ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës si faktor paqe dhe stabiliteti. Dhe kjo ndoshta shkon në përputhje me atë që duan të arrijnë izraelitët, sepse për të vendosur hegemoninë e tyre në rajon, atyre ju duhet që në farë mënyrë ta zvogëlojnë sa të mundur më shumë hegemoninë amerikane. Pra kjo ndoshta shkon në raport me interesat e Izraelit, por nuk përputhet me interesat e vendeve të rajonit. Dhe për këtë arsye, si nga Arabia Saudite, por nuk po kujtohet edhe kush vend tjetër, ndoshta Jordania, në qoftë se në qershorin e vitit kaluar ishin plotësisht në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin për të përdorur hapësirat e tyre ajrore si për të sulmuar Iranin, ashtu dhe për të vendosur këto raketat interceptuese për të mbrojtur nga sulmet e Iranit. Kësaj radhe edhe Arabia Saudite dhe Jordania nuk kanë pranuar që të lejojnë hapësirat e tyre ajrore për të përdorur nga Izraeli apo Shtetet Bashkuara. Ky konflikt ushtarak deri në çfarë faze mund të shkojë në përdorimin e armëve luftarake? Mund të shkojë deri atje sa mund të shohim ndoshta një lëshim edhe të armëve bërthamore? Shteti i Izraelit armët bërthamore i ka për të mbrojtur, pra në qoftë se në një moment caktuar sulmet me raketa balistike nga Irani do të bëhen të papërballueshme dhe do të kenë një kosto shumë të lartë, patjetër që Izraeli do të drejtohet armëve bërthamore për të goditur Iranin. Prandaj dhe steka, si thua, e rrezikut e këtij konflikti është jashtëzakonisht e lartë, që mund të kthehet në një konflikt bërthamor. Nga ana tjetër, ka edhe një konkluzion i cili ende nuk është se po kristalizohet dukshëm, por ka shumë autor, analist të geopolitikës që thonë me këtë që po ndodh, Irani po detyrohet që të shkojë në kursin e krijimit të armës bërthamore, të cilën do ta konsideronte si forca friksuese kryesore për të mos e parë veten në situata të tilla siç po ndodhet sot. Qofshin këta mullahët apo që janë në pushtet sot, apo kushdo qoftë nesër në pushtet në Iran, do të shkonte drejt armës bërthamore, sikurse edhe shumë shtete të tjera do të inkurajohen që të kenë armë bërthamore si deterrant, si forcë friksuese, si forcë frenuese ndaj agresorëve të ndryshëm, sepse po duket që shembulli i Koreas Veriut është më kuptimploti, ku për një kohë gjatë sa nuk ishin armë bërthamore, ishin objekti kritikave, sulmeve e tjera. Tash që nga momenti që kanë armë bërthamore janë lënë rehat në atë
humbëtirën e tyre apo mizerabilitetin e tyre, le të themi, ekonomik apo social, çfarëdo që të themi neve në perëndim, po ata për veten e tyre nuk po i ngacmon njëri nga ana gjeopolitike. Ky është një konkluzion që shumë njerëz e nxjerrin në lindjen e mesme, duke konsideruar armën bërthamore si të vetmen shpresë për të mbrojtur sovranitetin dhe territorin e tyre. Në mënyrë kognitive, a mund të preki ky konflikt edhe konfliktin tjetër që është ende aktiv midis Rusisë dhe Ukrainës? Patjetër që të lidhura janë, sepse vërtet janë në teatro të ndryshme gjeografike, por janë shumë të lidhura. Domethënë, ajo që i lidhen Shtetet Bashkuara të Amerikës, sado që me ardhen e presidentit Trump nuk kam ndihmë direkte në para, por në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërheqin ato që quhet intelligence sharing, pra dhënien e informacionit të zbulimit, të vëzhgimit nga satelitit, të pozicioneve ku janë formacionet ruse, apo të përcaktimit të objektiveve, apo dhe lidhjen satelitore Starlink, atëre gjithë përpjekja e Ukrainës merr fund në mos për 2-3 ditë, ndoshta edhe për 2 orë. Pra, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë dhe në këtë teatër luftimesh, edhe në atë teatër luftimesh, dhe janë ata që vendosin, si thua, tendencën, rendin, drejtimin se nga do të shkojnë gjërat. Kjo, nga ana tjetër, tërheqja e vëmendjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës në një konflikt tjetër, patjetër që është një interes të Rusisë për të avancuar në objektivat e veta që kanë në Ukrainë. Pra e dobëson, si thua, jo dhe aq mbështetjen direkte, pra nuk besoj se amerikanët do të tërheqin atë mbështetje satelitore që i japin Ukrainës, po vëmendja e shtypit botëror nuk është më në Ukrainë. Pra çfarë ndodh në Ukrainë nuk është më në ekranet tona apo në ato që lexojmë për ditë siç ka qenë deri para 2 javësh. Kështu që janë të lidhura me njëra tjetrën edhe në këndvështrimin e vëmendjes që marrin nga opinioni publik. Për momentin çdo shmangje e vëmendjes nga konflikti në Ukrainë është në avantazh të Rusisë që të vazhdojë agresionin e vet ndaj Ukrainës. A mund të ketë pasoja për Ballkanin, për Shqipërinë në aspektin e sigurisë e po ashtu edhe në atë ekonomik? Në ekonomik padyshim do të jenë shumë të menjëhershme dhe të dukshme. Në aspektin e sigurisë varet shumë se si do të reagojnë europianët, NATO, në gjithë to, sepse përfshirja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë në mënyrë imediate na përfshin edhe neve në këndvështrimin e të qenit antar të njëjtës aleancë. Natyrisht varet se si dhe sa do të kërkojnë ata ndihmën tonë, por fakti të qenit aleat në një aleancë mbrojtje të sigurisë kolektive, patjetër që na vet paktën në pozita gatishmërie për t'u përgjigjur ftesave. Situatat në rajonin tonë, përderisa kemi 2 shtete, Serbia dhe Kosova, që nuk e njohin një tjetrin, pra kemi një situatë diplomatiko-politike të tensionuar në mënyrë konstante, do të mjaftonte një ekuilibrim i vogël që të krijonte destabilizim më të madh. Kam përshtypjen që nuk ka aq shumë ndjeshmëri edhe në mediat tona dhe në mediat europiane, sepse vëmendja është përqendruar në luftën në Ukrainë dhe tash në Iran. Por Ballkani mbetet i pastabilizuar për sa kohë do të kemi shtete të cilat bëjnë pjesë në grupime të ndryshme ushtarake politike dhe shtete tjera që janë të paangazhuar apo të lidhura në aleanca të tjera siç është Serbia, patjetër që është, si thua, krahasimi më i goditur do ishte është një rrudhë e cila sa më shumë kalon koha, aq më shumë çahet. Ke parasysh nëse një copë letër ka një rrudhë, po e le atë rrudhën pa palosur, ajo rrudha fillon edhe çahet me kalimin e kohës. Edhe kjo që ndodh në Ballkan është pikërisht një rrudhë në raportin midis shteteve e cila duhet shtrirë sa më shpejt që të jetë mundur, por me sa duket edhe nga vizita e fundit e të dërguarit evropian për Kosovën dhe Serbinë, Sorensen, që vizitoi Prishtinën dhe Beogradin, nuk pati absolutisht asnjë lloj progresit, paktën edhe nga mënyra e të shprehurit me shtypin zakonisht evropianët sigur janë paksa më pozitiv mbas çdo vizite që bëjnë edhe për të vënë duke rëndësinë e tyre apo kontributin e tyre në këtë aktivizueshmëri. Kësaj radhe ishte thjesht një vajta pash, bisedova, po pa dhënë në një bisedim. Duhet të them, Ballkani mbetet i pasigurt, ndonse ka një avantazh të madh që 3 vendet, Malezi, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, janë Aleancën e Atlantikut, kjo është janë antarë të NATO-s, kjo është një avantazh jashtëzakonisht i madh për paqen dhe sigurinë, por mbetet një problem i pazgjitur. Ky konflikt a mund të krijojë një ndarje akoma më të thellë ndasish mes perëndimit dhe botës islame?
Shumë ndikim negativ do të ketë, dhe jo vetëm midis perëndimit dhe botës islame, por kam përshtypjen edhe midis perëndimit edhe atij që quhet jugu global, Global South, sepse vetëm 8% e popullsisë botës bën pjesë në këtë që quhet perëndim. 90 më shumë se 90% e popullsisë botës është jashtë kësaj fllucke, dhe kam përshtypjen që në perëndim vazhdojnë me psikozën e të qenit qendra e botës dhe të qenit vendi ku merren vendimet për fatin e gjithë botës. Kjo kohë ka kaluar prej kohësh, domethënë të paktën 30-40 vitet e fundit me zhvillimin ekonomik Kinës, Indisë, Brazilit, Indonezisë dhe me ndërgjegjësimin e këtyre shteteve dhe popujve për fuqinë e tyre ekonomike, politike, ushtarake, roli i perëndimit është një gjë që fryn vetveten atë flluckën e vet. Pra janë një tufë gazetash dhe mjetesh komunikimi masiv në perëndim, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Europë, që fryn vetveten pa mbajtur parasysh fare se çfarë ndodh në pjesën tjetër të botës. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, është ajo fllucka e perëndimit që i thonë, dhe sa më shpejt që të dalin rreth kësaj dhe të shikojnë në pjesën tjetër të botës. Për shembull, një rast konkret, në momentin që Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin sanksione ndaj Rusisë, padyshim me të drejtë për agresionin që Rusia ndërmori ndaj Ukrainës, e gjithë pjesa tjetër e botës nuk i është bashkuar këtyre sanksioneve. Që do të thotë, nuk është më ajo ndjekje e perëndimit siç ka qenë më përpara. Në këtë këndvështrim, ajo që thatë juve midis perëndimit dhe botës myslimane, po do të jetë akoma më thellë midis perëndimit dhe jugut global. Kështu që duket sikur e gjithë bota është në atë momentin kur po pret të shtypet ai butoni reset, që i thon, butoni i rivendosjes së një gjendje ose i vendosjes së një gjendje. Sepse asnjëherë në historinë e këtyre 80-90 viteve të fundit që nga lufta e dytë botërore nuk ka qenë prezent më shumë se sa sot sentenca që fiton forca, fiton ai që është më i forti, dhe i dobti duhet bëjë atë që i thot i forti, përndryshe ka konflikt. Në mënyra se si sillen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të gjithë vendet e tjera të botës, ndaç me antartë me aleatët e vet NATO në rastin e Groenlandës, ndaç me Iranin, ndaç me raste të tjera të konflikteve, thot ose do bëni kështu si them unë, ose përndryshe unë do të përdor forcën. Domethënë ka një moment delikat që, si thua, me luftën e dytë botërore në raportet ndërkombëtare ishte kapërcyer, pra nuk ishte forca ajo që vendoste, po ishte rregulli ndërkombëtar, ligji ndërkombëtar i rënë i dakordsuar nga të gjithë vendet e botës. Kjo filloi të shkelet nga Rusia në Ukrainë, pastaj më pas nga deklaratat, nga rrëmbimi i Maduros apo nga arrestimi, më themi çfarë duash, i presidentit të Venezuelës, nga këto që po ndodhin në Iran, dhe në përgjithësi nga një mënyrë e të sjellurit të Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk marrin parasysh fare se çfarë mund mendojnë apo thonë shtetet e tjera, por mjafton që të shprehin ata vendimin mjafton të shprehin ata vullnetin e tyre dhe të detyrojnë të tjerë të veprojnë sipas vullnetit të tyre. Në këtë kohë destabilizuese që ndodhen në globi, a mund të shërbejnë këto konflikte edhe ndoshta si një moment për të krijuar konflikte që për kohësh kanë qenë të fikura? Pam që ditën e djeshme edhe Pakistani sulmoi Afganistanin, mund të ketë konflikte të tjera mes shteteve që me pretekstin e destabilizimit mund të nisin edhe mund të vijnë të jenë aktive? Patjetër, dhe ajo, po ta shikosh, ka një konstante midis sa më të fuqishëm bëhen njerëzit në kontrollin e armatimeve dhe sa më të aftë për të gjykuar, aq më pak të mençur, aq në mënyrë më pak të mençur sillen. Pra dikur, sidomos në kulmin e luftës sot, kur ishin me mira mbushje bërthamore drejtuar ndaj njëri tjetrit apo tanke apo kryeka artillerie, gjetën aftësinë për të biseduar dhe për të krijuar regjime të kontrollit të armëve apo regjime të bisedimeve. U krijuan organizata si OSBE-ja për të reduktuar rrezikun e përplasjeve. Sot të gjitha këto përpjekje mungojnë dhe i gjitha ajo strukturë e kontrollit të armëve që ka ekzistuar gjatë kohës luftës sot me skadimin e afatit të traktatit START në fillimin e shkurtit të këtij viti, i gjithë globi, të gjithë shtetet e botës ndodhen në mungesë totale të një regjimi të kontrollit të armëve. Këtë e sjell në vëmendje në kuadrin e asaj që përmendet juve midis kontradiktave të konfliktit armatosur tashmë Pakistan-Afganistan, për të vënë duke që janë neutralizuar apo reduktuar apo të gjitha kanalet e komunikimit diplomatik dhe të shkëmbimit të informacioneve midis shteteve, sepse
nuk ka absolutisht asnjë lloj kontradikte që nuk mund të zgjidhet me bisedime. Nisemi që nga kjo konflikti në Ukrainë, i Rusisë me Ukrainën, po edhe konflikti me Iranin është një gjë krejt e zgjidhshme. Për sa kohë të dy vendet, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani, thotë që nuk duan armë bërthamore. Dhe ka një fatwa, një ligj fetar në fuqinë në Iran, sipas të cilit posedimi, përdorimi i armëve bërthamore është në kundërshtim me vullnetin e Zotit etj. Pra, teorikisht të dy janë në të njëjtin gjatësi vale që nuk i duan armët bërthamore. Por kur vjen puna mungon ai predispozicion për të biseduar se si të arrijmë këtë qëllim, edhe në rastin e Afganistan-Pakistan. Janë konflikte krejtësisht të shmangshëm, por për shkak të situatë, për shkak të mentalitetit i cili mbizotëron në kohën e sotme në botë, njerëzit kanë më kollaj të drejtohen armëve për zgjidhur konfliktet sa të drejtohen bisedimeve si më përpara. Ambasador, mund të lind pyetja, pse nuk i ndërmori këto hapa, këto veprime zoti Trump në mandatin e tij të parë? Shumë pyetje kurioze është, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë në një situatë tjetër gjeopolitike dhe situata në gjirin persik ka qenë ndryshe. Dhe si thua, zoti Trump në mandatin e tij të parë ka operuar në kushte krejt të tjera të një gjeopolitike ndryshe. Pra, ishte ai i pari që në fjalimin e inaugurimit në 2017 ka përdorur për herë të parë mbas 20 apo 30 vjetësh termin bota shumë polare. Pra, deri në atë kohë, në momentin kur ai ishte në herën e parë, termin e parë si president, Amerika operonte mbi presupozimin që bota ishte unipolare dhe supremacia e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte pa diskutueshme. Në fakt përputhet edhe me realitetin ekonomike, ushtarake, gjeopolitike dhe mbi të gjitha influenca e jashtëzakonshme e të ashtu quajturës fuqie e butë që zotëronte Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë kohë. Kam përshtypjen që nga 2020 deri më sot shumë kanë ndodhur dhe fuqizimi ekonomik ushtarak i Kinës ka qenë i jashtëzakonshëm dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë të pa fuqishëm, të pa aftë më shumë për të realizuar atë çvendosje, pivot që i thonë në gjuhën e gjeopolitikës, çvendosje të vëmendjes nga Europa dhe lindja e mesme drejt Azisë Verilandore, pra drejt frenimit të avancimit të Kinës në Azinë Verilandore. Pra, një arsye madhore, do thosha unë, pse nuk kanë ndodhur këto gjëra në termin e parë, në presidencën e parë, mund të jetë edhe fakti që supremacia amerikane në atë kohë nuk ka pasur nevojë për konfirmim, sepse ekzistonte. Sot e kërcënuar nga shumë drejtime të multipolaritetit botëror, detyrohet që ta rikonfirmoj supremacinë e saj. Nga ana tjetër ka edhe një moment tjetër shumë delikat që borxhi i jashtëm që flet për të kundërtën e asaj që po ndodh. Në fakt, borxhi i jashtëm i Shtetit Bashkuara të Amerikës në këto 6 vjet e fundit është dyfishuar. Pra nëse presidenti Trump e la borxhin e jashtëm 14-15 trilion, sot borxhi është rreth 20 trilion, sot borxhi ka shkuar 38 trilion dollar amerikan. Dhe duket sikur në momentin kur duhen veprime shumë të zgjuara, të mençura, të kalibruara nga ana ekonomike, në varësi nga situatat e brendshme ekonomike politike, duket sikur perandorit në momentet më kryesore marrin vendimet më të gabuara në jetën e tyre, të cilat në vend që ta shpëtojnë perandorinë e përshpejtojnë rënien e perandorisë. Dhe pa dashur që të biem në fatalizëm, kam përshtypjen që një luftë e zgjatur në Iran do të thotë fillimi i fundit i perandorisë amerikane, si ajo që e kemi njohur deri tash në kuptimin e supremacisë ushtarake, ekonomike, sepse ka shumë studime që shikojnë formën konstante të rritjes, shkëlqimit, lulëzimit të perandorive dhe fazave të rënies saj. Dhe duke nisur nga perandoria romake, e me radhë hollandeze, britanike, turke, ruse, Bashkimit Sovjetik,
kanë të njëjtë, pothuajse të njëjtën formë, pra në momentin kur angazhimet ushtarake shkojnë përtej mundësive financiare, pra harxhon shumë herë më tepër për ushtrinë se sa ke mundësi të grumbullosh taksa për ta mbështetur këtë angazhim financiar. Ky është fillimi i fundit i perandorive. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodhen eksakt sot në këtë periudhë në cilën ndodhen dhe në vend që të shikojmë zvoglim të shpenzimeve ushtarake, zoti Trump ka paraqitur propozime për buxhetin e vitit 2027 që nga 1 trilion që është sot jetë 1.5 trilion. Shpenzime vetëm një ditë, nuk e di sot që ka filluar lufta, po para një jave që kam dëgjuar një shifër, që thoshte vetëm në një ditë Shtetet Bashkuara të Amerikës harxojnë $300 milion për të mbajtur ato aeroplan mbajtëse dhe atë angazhim ushtarak në Gjirin Persik, në detin e Arabisë. Kështu që pse nuk i ka bërë ato atëherë, situata ka qenë jashtëzakonisht e ndryshme, prandaj edhe ndodhin këto ndryshime. Qartë. Zotë Bima, faleminderit shumë që ishte me ne, faleminderit shumë për analizën tuaj dhe për prezencën tuaj gjithmonë në studio. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi si gjithmonë. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë hapësirë informative. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë me takofshim.